Mësimi në shkolla ka mbaruar, por Medresia Alaudin është rimbushur me nxënës. Kursi veror që po mbahet në këtë shkollë ka mbledhur nxënës të nivelit fillor nga çdo lagje e kryeqytetit. Pushimi i gjatë veror, sipas tyre, u ka mundësuar që të ndjekin këtë kurs shtesë, i cili po ju duket edhe zbavitje dhe njohje me shoqëri të re. Kryeimami i Kosovës Vedat Efendi Sahiti ka thënë se ky kurs është iniciativë e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës dhe se mësim besimin ata tani më po e shohin si prioritet të punës së tyre. Pas një periudhe të gjatë pandemike kur Bashkia Islame e Kosovës kishte marrë vendim për pezullimin dhe anulimin e mbajtjes së aktiviteteve të mësim besimit në xhamitë të Kosovës, tani më me vendimin e marrë për lirimin e masave, ne kemi organizuar këtë vit mbajtjen e shkollave verore në nivel vende dhe në nivelet të gjitha këshillave të Bashkisë Islame të Kosovës. Bashkia Islame e Kosovës me këtë rast ka mbështetur gjitha këshillat me literaturën bazë siç është Ilmi Halli dhe Drita e Zemrës, si dhe Elif Baja, përmes të cilave ata do të zhvillojnë plan programet e mësim besimit. Në këtë nismë ne kemi mbështetjen edhe të departamentit të gruas dhe të departamentit të rinjve dhe ata janë angazhuar në këtë nismë kaq madhore. Bashkia Islame e Kosovës dhe Drejtoria Fetërorësimore është e përkushtuar që mësim besimit të zhvillohet dhe të mbahet në të gjitha xhamitë e Kosovës. Kryeimami i Prishtinës Burhanudin Hashani tha se ky kurs që nga pas lufta e deri më tani nuk është ndërprer asnjëherë përveç vitit pandemik. Ai shtoi se në këtë vit janë shumë të kënaqur me numrin e nxënësve të interesuar dhe për kushtimin e tyre. Ky kurs veror ka filluar qysh prej vitit 2000, me njëherë pas lufte, me të përfunduar lufta kemi filluar do të kursin veror, por vite me radhë është kërkesë e prindve që vinë në Këshillin e Bashkisë Islame dhe kërkojnë që fëmijët të vazhdojnë edhe gjatë pushimeve me këto kurse verore. Ne në emrin e Këshillit të Bashkisë Islame fillimisht e falenderojmë drejtorinë e shkollës Medreses Alaudin në krye me drejtorin Fadil Hasani, ku fillimisht kemi bë para përgatitjet që ta fillojmë kursin veror që tani më është tradicional. Qëllimi jonë është që nxënësit të përfitojnë, duke mos i ngarkuar me detyra të shumta, por të gjitha lëndë të cilat neve i bojmë në formë diskutimi, në mënyrë që mos i ngarkojmë nxënësit se e kemë parasysh që janë pushimet verore. Mësimdhënësi kemi dikun 8 mësimdhënës, sa i përket ardhjes së nxënësve, ato grup moshat të cilat janë më të rritur si kur që është klasa 7, 8 dhe lartë, ata vinë do të vetë, kurse këto grup moshat më të vogla që janë nga klasa e 5 e deri në klasën e 6, i binë prind. Drejtori i Medreses Alaudin thotë se dyert e medreses kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë të hapura për këtë lloj kursi, me që sipas tij rezultatet e këtij kursi janë gjurmë të pashlyeshme tek fëmijët. Kushtet që ja ofron medreseja besoj që janë të mira dhe solide si për fëmijët të cilët vinë për ta ndjekur këtë kurs, po edhe për stafin që punon me ta, nga se duke ditur që medreseja edhe kjo këtu në Prishtinë dhe objektin Gjilan në Prezen janë pronë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, dhe një farforme e kemi obligim të ju ndihmojmë, të gjindë pranë. Mësuesi Zahir Mehmeti, i cili po mëson një nga paralelet e këtij kursi, duke na shpalosur plan programin, shprehet se për gjeneratat e reja është më së e nevojshme të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve, përderisa ata janë shumë të ekspozuar në rrjetet sociale. Kursi zgjat diku 3 javë gjys, 4, nga 5 korriku deri me 29 korrik. Kemi filluar me kurs këtu, i kemi nxënësat prej klasëve të ndryshme, prej klasës të parë deri në klasën e 6. Plan programi është mësimi i shkronjave, hyrja në Kur'an nëse na jepet mundësia, koha faktikisht. Pastaj kemi fik, shpjegimi kushtet e islamit, kushtet e imanit, abdesi, këtu e gjërat elementare. Edhe kemi sire, historinë e pejgamberit alayhis salam, pak a shumë lindja e tij, familja e tij, fillimi i zbritjes, shpalljes, edhe kështu me radhë. Kemi edhe aktivitete sportive, kemi edukat fizike, kemi edhe gjuhë angleze. Gjeneratat e reja pak i ka dobësu teknologjia, nëse muj me qujt ashtu, nëse muj me thonë i ka dobësu teknologjia. Edhe për shohën interesimin e fëmijëve që kanë shumë nevojë, edhe shumë qef.
Fëmijët të cilët po marrin pjesë në këtë kurs u shprehen se mësimi këtu u duket i lehtë për të kuptuar. Orari po bëhet më atraktiv me aktivitetet shtesë dhe shujtën ditore që e marrin brenda restorantit të shkollës. Është hera e parë dhe kam menduar që është më ndryshe, kam menduar që është si një shkollë, por tani mendoj se është edhe më e mirë. Prej ditës parë i kam mësuar disa sure, pastaj kemi filluar me mësu shkronjat arabe. Prej shkronjave arabe kam dalë në leximin e Kuranit, pastaj kam mësuar disa sure të Kuranit. Po mësojna për pejgambert, për Allahun, për edukatën e mirë musliman me njerëz, sure, hadithe, dua. Po mësojna që Zoti i ka kriju qiellin, hënën, tokën dhe yjet. Pushim gjatë na çojnë në një restoran për me ushqy vetëm për mëngjes. Përfundimi i këtij kursi, sipas Bashkësisë Islame të Kosovës, nuk është shkëputje e mësimbesimit. Ai vazhdon nëpër të gjitha xhamitë e Kosovës gjatë tërë vitit, kryesisht vikendeve.